Kur palestinezët ndezën shkëndijën e tufanit të Aksas, më 7 tetor 2023, askush nuk mund ta kishte imagjinuar se kjo ngjarje do të riformësonte ekuilibrat e konfliktit arabo-sionist dhe do ta vendoste Izraelin dhe aleatët e tij rajonal e ndërkombëtar përballë një prove ekzistenciale shumë dimensionale, si ushtarake të sigurisë morale dhe strategjike, shkruan analisti egjiptas Tariq Ez-Zumer. Pas 2 vitesh nga lufta më e ashpër që ka parë shekulli, e shoqëruar me rrethim, uri dhe masakra që nuk kursyen as fëmijët, as spitalet, as kishat, shumë kush pyet, a fitoi Izraeli dhe aleatët e tij, apo korrën të kundërtën e asaj që mbollën? Ajo që Izraeli përfitoi nga kjo luftë, në thelb, ishte një varg humbjesh dhe ekspozimesh të njëpasnjëshme, vlerëson Zumer. Ushtarakisht dhe në aspektin e sigurisë, u trondit imazhi i frikës absolute dhe sistemi i mbrojtjes izraelite dështoi në testin e parë të vërtet brenda vendbanimeve përreth Gazës. Njësitë e rezistencës depërtuan në thellësi të territoreve të pushtuara dhe imponuan një realitet të ri psikologjik me mesazhin askush nuk është i sigurt. Brenda vendit, lufta e thelloi përçarjen shoqërore midis ekstremit të djathtë dhe laikëve. Besimi në udhëheqjen e Netanyahut dhe në aparatet e sigurisë u rrëzua, mira kolonë migruan, treguesit ekonomik ranë ndjeshëm dhe tensionet sociale u rritën. Moralisht, imazhi i Izraelit, veçanërisht pas masakrave dhe urisë në Gaza, u vu në bankën e të akuzuarve në çdo forum ndërkombëtar të drejtave të njerëzit. Termat si gjenocid dhe nazizëm sionist nuk janë më vetëm fjalë të aktivistëve arab, por janë bërë pjesë e fjalorit të mediave dhe universiteteve perëndimore. Administrata e Bidenit kishte vënë bazë mbi një luftë të shkurtër që do të shkatërronte Hamasin dhe do të forconte rolin e Izraelit si aleat kyç në përballjen e Washingtonit me Kinën dhe Rusinë. Por ndodhi e kundërta, shkruan Zumer. Humbja e besueshmërisë morale, mbështetja e hapur amerikane ndaj krimeve në Gaza, si në planin diplomatik, ashtu edhe në atë ushtarak, nxorri në rrugë miliona të rinj amerikan, sidomos në universitete, dhe rihapi plagët e racizmit dhe diskriminimit në politikën e jashtme amerikane. Europa u përça. Vende si Spanja, Irlanda dhe Belgjika refuzuan të ndjekin verbërisht politikën e mbështetjes së pakushtëzuar për Izraelin, ndërsa Afrika e Jugut ngriti padi për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ngjitja e fuqive kundërshtare, ashmëria e verbër amerikane përshpejtoi krimin e një bloku ndërkombëtar kundër hegemonisë perëndimore, të përbërë nga Rusia, Kina dhe vendet e Jugut global që kërkojnë një rend botëror më të drejtë. Nga Emiratet në Bahrein e nga Maroku në Egjipt, boshti rajonal i normalizimit përjetoi një tronditje të thellë. Opinionit publik arab dhe islam nuk i duhen më prova. Popujt pan me sytë e tyre qeveritë e tyre të heshtin përballë masakrave, të ndalojnë protestat dhe të presin zyrtarët izraelit në kulmin e gjenocidit. Të gjitha shpresat mbi projekte si Neom, Harku i Paqes apo Partneritetet e Gazit u shuan nën raketat e tufanit dhe u shemp iluzioni i vdekjes së çështjes palestineze, vlerëson Zumer. Në Jordani, Egjipt, Tunisi e Liban, rrugët u mbushën sërish me demonstrues që pavarësisht shtypjes thrasin për xhihad e çlirim dhe akuzojnë regjimet për tradhti, një shenjë ndryshimi strategjik të humorit publik arab. Basti kryesor i armiqve të Gazës ishte shkatrimi i narrativës palestineze dhe njollosja e rezistencës me etiketa si terrorizëm dhe kërcënim ekzistencial, por ndodhi e kundërta. Triumfi i rrëfimit palestinez, videot e drejt për drejta, dëshmitë e viktimave, zërat e fëmijëve dhe deklaratat e Ebu Ubejdes u kthyen në simbole botërore që sfidojnë makinerinë mediatike perëndimore. Ngjitja e rezistencës morale përballë mizorive të sionizmit. Rezistenca arriti të ruaj imazhin e luftëtarit të ndershëm, duke rikthyer debatin global mbi të drejtën për të rezistuar ndaj pushtimit. Rënja e legitimitetit të forcës. Opinioni publik global është bindur se ajo që ndodh në Palestinë nuk është konflikt, por kolonializëm gjakatar që mohon vetë ekzistencën e tjetrit. Disa mund të mendojnë se lufta nuk e zhduku Izraelin dhe as nuk solli një fitore ushtarake për rezistencën, por e vërteta më e thellë është se Izraeli, Amerika dhe regjimet aleate humbën në një fushë që nuk matet me tanke, por me legjitimitet. Legitimitetin e ekzistencës, të narrativës dhe të hegemonisë, shkruan Zumer.
Gaza fitoi betejën e ndërgjegjes, rrëzoi masken e fuqisë nga fytyra e pushtuesit dhe tregoi se e vërteta nuk mund të shuhet me bomba. Në fund, gjithçka që arritën forcat e agresionit përmes 2 vitesh masakrash ishte më shumë izolim moral, shkatrim i brendshëm dhe hapje e pyetjeve ekzistenciale për të ardhmen e gjithë rendit rajonal dhe ndërkombëtar, përfundon analizën e tij Zumer.